në studio me njerë pas kësaj hapësire publicitare shoqëruar më pas nga Edini Se, rubrika jonë çdo ditë prezente, por t'ju referuar një tematike e cila në fakt ka krijuar reagime dhe ka qenë prezente edhe në Departamentin e Informacion, natyrisht përcjell më pas tek edicionet informative. Si çdo ditë tjetër, edhe sot të fokusohemi në një ndër çështjet goxha të diskutuar, që unë dhe Klevisi kemi prekur që në fillim të këtij transmetimi. Jo, për profesionin tim që thash, nuk do të bëhem deputet, por do të bëhem zyrtar i tatimeve. Po mendoj të bëhem dhe unë asistent javë të Klevisi. Patjetër do të marr automatikisht. Megjithatë, ne kemi shumë kënaqësi që sot në studio të kemi një koleg, një mik nga Departamenti i Informacionit, Endri Tabila është me ne, përshëndetje ministri. Si e kaloni? Endri, ti ke bërë një material shumë interesant, në fakt ndikuar besoj edhe nga lajmi, edhe nga publikimi që është bërë qytet zyrtar, tashmë janë kallëzuar. Ç'është ky efekt mashtrimi karusel? Na tërhoqë shumë termi që keni përdorur. Karusel. Në radhë parë ju përgëzoj për emisionin, pasi bëni një punë jo pak të lodhshme çdo ditë. Dhe edhe për risit që sillni pasi gjithmonë shtroni gjithmonë tema sociale apo kulturë. Unë do ngacmoj pak me ekonominë dhe politikë sot. Ka të bëjë me një nisi që në momenti kur Ministria e Financave çoi për ndjekje penale 8 zyrtar të drejtorisë së tatimeve. Përveç këtyre 8 zyrtarëve në përndjekje penale shkuan edhe 11 kompani dhe që aty domethënë fillon pikpyetje të mëdha, domethënë se për çfarë bëi fjalë. Ata akuzoshin se kishin vjedhur $51 milion nëpërmjet mashtrimit të rimbursimit të TVSH-s, taksës së vlerës së shtuar, e thënë ndryshe. Nëpërmjet një kërkimi që bëra unë dhe drejtori i informacionit, rezultonte që kjo ishte përdorur një skem karusel, quhej është nga emri i lojës. Është praktikuar domethënë në Angli, në Francë, në Spanjë, është një skem shumë e njohur në botë, ka të bëjë me rimbursimin e TVSH-s në mënyrë fiktive. Zakonisht bëhet në ndrim pushtetesh, që është çdo gjë pak a shumë si rrëmuj, dhe ka të bëjë konkretisht me thënë thjesht, me thënë mallrat që vijnë nga dogana paguajnë në mënyrë fiktive TVSH-n. Dhe në momentin për shembull që ndrojnë tu 10 apo 14 ditë, mbyllin aktivitetin dhe kur dalin nga dogana, ata kanë paguar në mënyrë fiktive, marrin 20% rimbursim, se kështu e kemi në shtetin shqiptar që 20% që ne paguajmë te dogana dhe ne rimbursohemi te dogana. Atëherë, ta kanë bërë të 11 kompani që mendojnë se janë kineze, kanë futur mallra në doganë për periudhën 10 gusht deri në datën 24 gusht, për 14 ditë. Dhe domethënë kanë paguar një TVSH në mënyrë fiktive rreth $51 milion për gjithë mallrat dhe ku kanë mbyllur aktivitetin në mënyrë të menjëhershme, sepse po të shpallnin falimentin, është një procedurë falimenti për rreth 45 ditësh dhe nuk i kompensoheshin shpejt. Dhe pas kësaj, domethënë, ata janë rimbursuar me $51 milion, kanë marrë 20% lekë thata në dorë. Një lloj bashkëpunimi bie në këtë rast. Po, tani midis kompanisë tani ti do të jesh një nga këta zyrtarët Klevis apo kompania me cilën ka bashkëpunuar? Po, mund të jem zyrtar dhe ti drejtorish kompanie. Kompanie dhe bashkëpunor. Në fakt, ju Endri keni shpjeguar shumë mirë edhe në materialin që keni përgatitur. Në fakt, ne do donim që ta propozonim tani për gjithë shikuesit për të kuptuar akoma dhe më tepër çfarë ka ndodhur, do të rikthehemi sërish me Endrin për të diskutuar në lidhje me këtë skem mashtrimi tepër të madhe dhe kaq të rëndësishme për të folur. Ndjekim materialin. Pak ditë më parë, Ministria e Financave lëshoi kallëzim penal për 8 ish zyrtar të tatimeve në Tiranë, të cilët akuzohen se kanë kryer super skem mashtrimi me faturat e TVSH-s. Por cila ishte skema që u përdor nga këta zyrtar të lartë që i kushtoi buxhetit të shtetit rreth $51 milion? E njohur në mbar botën si skema karusel, shumë shtete të fuqishme kanë rënë pre e saj. Këtu mund të përmendim Britaninë e Madhe, Spanjën, apo edhe Francën, të cilat janë ndjekur nga ky mekanizëm i mashtrimit financiar. Kjo skem famkeqe ka të bëjë me krijimin e një mekanizmi ku janë të përfshirë kompani fantazëm kur përfitojnë nga buxheti i një shteti duke krijuar fatura fiktive të TVSH-s. E thënë thjesht, disa kompani fantazëm e që nuk ekzistojnë regjistrohen dhe mashtrojnë duke deklaruar të ardhura false, ndërsa zyrtarë të tatimeve mbajnë TVSH për këto të ardhura. Më pas këto kompani mbyllen e më pas kërkojnë rimbursim të TVSH-s për të ardhurat false që marrin më pas nga arka e shtetit. Por që të kryhet kjo skem mashtrimi e njohur me emrin karusel, duhet bashkëpunim me zyrtarëve të lartë të Ministrisë së Financave si dhe Drejtorisë së Tatimeve. Skema ka marrë emrin nga vetë loja karusel, pasi nënkupton qarkullimin e parave në formë rrethi, por që nuk mbërrin asnjëherë në destinacion, pra në arkën e shtetit. Kjo është edhe skema që mendohet se kanë kryer edhe zyrtarët shqiptar të paditur nga Ministria e Financave. Në vendin tonë janë regjistruar 11 kompani fantazëm që nuk kanë qenë aktive që nga viti 2010. Këto kompani janë blerë nga 2 shqiptarë në datën 10 gusht të këtij viti.
Vetëm 14 ditë më pas, kompanitë tashmë në pronësi të 2 shqiptarëve, emrat e të cilëve nuk janë bërë publik për arsye hetimi, kanë marrë miliona lek si rimbursim i TVSH-s. Pra me pak fjalë, kanë përdorur skemën karusel, e cila i ka kushtuar shtetit plot $51 milion. $51 milion, të cilat duhet ishin arkën e shtetit, qarkullojnë tashmë në duart të këtyre individëve. Sa rrezikojnë të dënohen dhe të gjykohen? Domethënë, kjo skemë, siç e përmend edhe kronika, përfshin zyrtar shumë të lartë, përfshin zyrtar nga Ministria e Financave, nga Drejtoria e Tatimeve, bides ka zëra dhe ish drejtori i tatimeve. Të cilët janë përfitues të këtyre parave që kanë qarkulluar. Drejtori doganave, ish drejtori doganave, domethënë pa firmën e tyre kjo skemë nuk realizohet. Nuk mund të bëjë. Ndërkohë që automatikisht janë të përfshirë. Dhe rrezikojnë që edhe të dënohen në fakt nga kjo skemë. Nëse nuk janë harratisur, po. Sepse buxheti i humbur nuk besoj se do të mund të kthehet. Ja, se besoj se është e pamundur. Janë shpërndar ato lekë. Që në kohën kur është bërë të funksionojë ky karusel në formën më të arrirë duhet të dhe në periudhën më kyçe, sikurse ishte periudha e parazgjedhjeve të 23 qershorit, natyrisht ka qenë pikërisht e gjithë ajo situatë. Mos pjesë e tranzicionit të pushtetit, domethënë, dhe këtu përfitojnë të gjithë, mos e thon hajt, sepse po firmosin, po bëjmë edhe. Është momenti ku nuk vihet të re. Nuk vihet të re. Se nuk ka ndodhur në fakt në vite të tjera që të merren në mbrojtim zyrtar, ndoshta më njëherë pas marrjes së pushtetit, ndryshe nga ç'po ndodh në fakt në këtë shtet të ri të krijuar, të cilët janë duke parë me detaj gjithçka ka ndodhur dhe ç'ka në vendin e vet. Më kujtohet nga kjo skema shtrimi edhe lajmi i Vlorës, që po bën bujë tashmë edhe ka pushtuar gjithë mediat e mundshme në lidhje me kryetarin e bashkisë, por gjithsesi nuk flasim derisa të kemi një gjykim konkret. Skema mashtrimi kanë pothuajse gjithë botën. Para pak ditësh JP Morgan, një agjenci shumë e madhe amerikane, u dënua gati me $13 miliardë gjop sepse kishte ulur në mënyrë fiktive çmimet e shtëpive në 2007 që solli krizën amerikane dhe botërore më pas. Në skema mashtrimi të tilla kanë në gjithë botën, nuk është e pashmangshme. Po duket se me këtë skemë të karuselit u përfshin edhe në standardet botërore. Po. Ju afrum Anglisë dhe Francës. Në fakt, shpresoj që të kemi sa më pak skema mashtrimi për shtetin shqiptar dhe në fakt më vjen shumë mirë që e keni prekur dhe e keni kapur këtë material. Në fakt që ndërpreva, njërisi është dhe kjo, domethënë që është kjo qeveria e re, domethënë që kanë ndërmend domethënë të fusë kompani të huaja për menaxhimin e drejtorisë doganave apo strukturave të tjera, sistemit financiar në Shqipëri. Dhe kjo do ta anashkalonte paksa. Do ta anashkalonte në një farë mënyrë sepse do jenë më të përgjegjshëm dhe nëse ata do bënin një shkelje, paktën do i kërkojnë llogari direkt kompanisë huaj. Dhe kjo do të ishte më të madhe. Dhe nuk do të ketë kaq shumë bashkëpunim, duke qenë se bëhet fjalë për dy vende. Edhe shteti nuk kursen në momentin që kompania bën një gabim, nuk kursen ta godazën. Këto janë strategjitë e reja, të cilat janë menduar si të dukura. Të mirë, na vjen mirë që jemi ndalur dhe e kemi parë paksa më në detaj këtë kronikë që ju mund ta keni hasur në informacionet që vinë në edicionet informative këtu në Channel One. Do të shkojmë në muzikë, ne mirë me falënderimin për Endrin dhe punën që bën Departamenti i Informacionit. Sukses Endrin në materialet e tjera, do të jemi pse jo edhe herë të tjera në këtë studio. Do të shkojmë te Vedata Demi, rikthehemi pas pak për informacionet edhe cilat i lën rrugën fleshit orës 9.